gjithë që ka bëjt që t'i bindë dhe ata se kjo është rruga e vetme për me ndihmu, domethënë ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Dhe për ata jam shumë mirënjohës, shumë e lumtur, shumë krenare që me kohë na ka treguar cila rrugë është e drejtë. Që mi kilon djem, kilon nipa, kilon qikat, stërnip, ti e ki pas jetën më të lumtur në bokat. Dasisni, bashkë me shokët e tij, ishte një nga themeluesit e klubit të parë shqiptar në Bielefeld të Gjermanisë, ku jetonte e punonte. Ai ishte njeri i fjalës së matur, i punës së ndershme, i dashurisë pa zhurmë. Ishte njeri që nuk kërkoi asgjë, por dha gjithçka. Gjematë ndërë vëzër bën jetë me falë namazet e gjenazës me punë të musliman. Përita Allahu Gjelle Shanuhu, salavatë për pejgamberin alayhi salam dhe dua për këtë ndjetë. Allah më shirof, po ashtu i njoftojmë nga anë e familjes se e pami është 3 ditë me ditën e sotit prizren është tonë. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Lillahi Teala el-Fatiha. Hazret İbrahim Allah.
Dhe shtu që. Që ma dhe tu që. Pra Hisni Morina, familje të dëshmorëve, veteran e invalid të luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, ishtë burgosur politik, qytetar nga fshati Sapniq, kryetar i fshatit, kryesi e fshatit, e nderuara dhe respektuara familje e pasqyrësi. Nëse njeriu është i përcaktuar në rrugën e drejtë kombëtare dhe nëse gjatë këtij rrugtimi nuk devijon, duke i bërë shërbime të veçanta interesit kombëtar, atëherë ai njeri meriton respektin e ndërimet më të larta të njerëzve, bashkëdhetarëve, pra, miqve, bashkëveprimtarëve, bashkëluftëtarëve, qytetarëve, liridashës. I tillë ishte Hisni Morina, i lindur në vitin 1942, në kohën kur këto troje ishin nën pushtimin fashist. Mirë po ai u rrit në një ambient as pak miqësor për shqiptarët, pasi që ata që i zëvendësuan fashistët, pra slavët, e vazhduan fushatën anti-shqiptare, të nisur që me pushtimin e kësaj pjesë të Shqipërisë në vitin 1913. Të nderuar pjesëmarrës, të nderuar familje Morin. Ismail Him Morina nga fshati Sapniq ishte adhetari dëshmuar që asnjëherë nuk u pajtua me regjimin komunist slav. Këtë frymëzim ai e bardhi tek i biri i tij i dytë, Hisniu, i cili e çoi me tej luftën e të Atit për shkrim e bashkim të shqiptarëve. Ndonse me dëshirë do ta vazhdonte shkollimin në mënyrë që ta ndihmonte familjen dhe vendlindjen me dije punë të ndershme. Hisniu u detyrua që në vitin 1970 të emigroj në Gjermani. Atje takoi shumë bashkëdhetarë, të cilët luftën për çlirim po e bënin nga perëndimi. Lidhjet e para me veprimtarët të çështjes kombëtare i buri në vitet 1977-78, fillimisht me veprimtarin Alush Shala, për të vazhduar me pas në vitet 80-ta me veprimtarët e ilegalës shqiptare, ndërta ishin edhe Bejdin Allaçi, Bashkim Mazreku, Rushdi Saramati, Selami Kryezgjiu, Riza Vata, Adem Gashi e të tjerë adhetarë të shumë të kohës. Në atë kohë edhe e themeluan klubin e parë shqiptar në Bielefeld të Gjermanisë, klub që në vitet 87-88 u bëjmë më i fortë dhe intensifikoi veprimtarinë adhetar. Hisni Morina me vëllain Zeidiun u bën një atak në shtëpinë e tyre veprimtarëve të ilegalës, të cilët e vijonin luftën e fshehtë kundër pushtuesit slav. Kjo përkrahje për ata që donin atë dheun të lirë u bë edhe më e fortë në fund të viteve 80-ta për të vazhduar dhe gjatë viteve të rënda ato të okupimit të plot ose okupimit klasik të Kosovës. Të nderuar pjesëmarrës, ajo shtëpi në Prizren nuk ishte vetëm një atak për ilegalët, por ishte edhe bazë ku diskutuan çështjet e organizimit të luftës së armatosur të popullit shqiptar, luftës qërimtare. Në rrugtimin e tij adhetar, Hisni Morina u takua dhe me veprimtar të shquar të çështjes kombëtare, siç ishin Xhemal Fetohoj,
hero i kombit. Have Shala e me vonë edhe me Bacën Rifat Jashari, për çdo e falenderoj për prezencën e tij, edhe nipin e Bacën Rifat, djalin e herojit kombëtar Hamzi Jashari, Bekim Jashari. Familja Morina u kujdes që këta veprimtarë dhe ishtë burgosur politik, të ndiheshin të sigurt në shtëpinë e tyre, pra si në shtëpinë e tyre, në mënyrë që ta vazhdonin veprimtarinë e tyre drejt përgatitjes së luftës së armatosur shërimtare. Për Hisni Morinën, nuk Bashkëfamiljarë të dashur të Bacës Hisni, bashkëveprimtar dhe miq të nderuar të familjes Morina, parafis i Bacës Hisni dhe ju të nderuar pjesëmarrës. Sot në këtë vend varrimi na kanë bashkuar dhimbja e pikëllimi për Bacën Hisni dhe nderimi për jetën dhe veprimtarinë e tij atëtare. Gjithmonë në shërbim të popullit e të atëdhëve tonë të përbashkët. Njeriu të cilit sot po japim lamtomirën, Hisni Ismail Morina, kishte lindur këtu, në këtë fshat më 1 shtator 1942, në një kohë kur bota ishte përfshi në një luftë të tmerrshme vrasëtare e shkatrimtare. Vendlinja e tij, fshati Sapniq, ishte pjesë e gjeografisë së pushtuar shqiptare. Shtypja, dhuna, represioni dhe terrori organizuar shtetëror ndaj popullit shqiptar ishin sistematike dhe permanente nga shteti pushtues jugoserb. Në trojet e pushtuara shqiptare nga Jugoserbia, kudo mbretëronte varfëria, padituria dhe prapambeturia. Jugoslavia pushtuese edhe pas luftës së dytë botërore hartoi politika, projekte dhe elaborate për shtypjen, shkombëtarizimin, shfarosjen dhe shpërnguljen e shqiptarëve nga tokat e tyre. Ishte kjo gjendje e rëndë ekonomike e sociale që e kishte detyruar edhe Bacën Hisni, si 10 mijëra shqiptar tjerë, që të merrte rrugët e mërgimit në fillim të viteve të 70-ta për të mbajtur familjen në vendlindje dhe për t'i bërë balë represionit dhe shtypjes ekonomike, sociale e politike që ushtronte shteti pushtues. Baca Hisni që nga viti 1977, kur ishte njohur me Alush Shalën, ishte antar dhe veprimtar aktiv i lëvizjes kombëtare shqiptare për shtirimin dhe bashkimin e trojeve të pushtuara të Shqipërisë. Gjatë veprimtarisë së tij politike çlirimtare, ai ishte njohur edhe me një nga drejtuesit dhe ideologët e lëvizjes popullore të Kosovës, Behadin Hallaçi, me bashkim Mazrekun, Rozhdi Saramatin, Selami Kërëziun, Riza Vatin, Adem Gashin dhe me shumë veprimtarë tjerë adhetarë të lëvizjes, me të cilët ishte i pandashëm deri në çlirimin e Kosovës, pa viset e saj. Bacë Hisni, bashkë me shokët e tij, ishte një nga themeluesit e klubit të parë shqiptar në Bielefeld të Gjermanisë, ku jetonte e punonte. Në Gjermani, ai kishte takuar dhe njohur veprimtarë adhetarë që ishin organizuar e përpiqeshin me fjalën e tyre, me shkrime, libra, gazeta dhe me të gjitha mënyrat e mjetet e kohës për lirinë e trojeve të pushtuara, që atëherë njiheshin pa marrë parasysh kufijtë e imponuar dhe republikanë krajnor me emrin Kosovë ose Shqipëri Verigjendore. Qysh atëherë, Baca Hisni me fjalën, qëndrimin, guximin dhe bururinë e tij, kishte fituar besimin dhe simpatinë e qarqeve dhe organizatave adhetare në mërgim, që përkraheshin edhe nga shteti anë, që më vonë, më 17 janar 1982, u bashkuan dhe krijuan lëvizjen popullore për Republikën e Kosovës, e cila mori përsipër organizimin e luftës armatosur dhe krijoi ushtrinë shërimtare të Kosovës. Këto qarqe dhe organizata, qëllim parsor kishin zgjerimin e ndikimit dhe organizimin e qendresës kundër Jugosllavisë pushtuese në Kosovën shqiptare. Për këtë qëllim, edhe Baca Hisni sa ardhinte në vendlindje, sillte me vete gazeta, libra, këngë, filma shqiptar që Jugoslavia i kishte ndaluar. Këto materiale që vetëdijsonin popullin, që ndriçonin mendjen e tij, dhe që mobilizonin rininë shqiptare për rezistencë, përpjekje e liri dashse, ishin shpallur armiqësore nga Jugoslavia pushtuese dhe kush kapej metodë dënohej me shumë vite burg. Por Baca Hisni dhe mërgimtarët tanë adhetarë nuk u trembeshin burgjeve,
dënimeve dhe torturave të pushtuesit. Angazhimi i tij dhe i bashkëpunëtorëve të tij për zgjerimin e lëvizjes e të përpjekjeve shkrimtare sa vinte e rritej nga viti në vit. Shtëpia e Basës Hisni në Prizren dhe vllau të tij Zejdiut tashmë ishte kthyer në shtëpi të lëvizjes e të luftës shkrimtare. Basa Hisni si rrallë kush në atë kohë kishte kuptuar se krahas angazhimit, përpjekjeve dhe luftës për çlirim e liri kombëtare, shqiptarët, elitat e tyre patriotike, politike, intelektuale, kulturore, duhet të angazhoheshin e të luftonin fuqishëm edhe për çlirim nga ndikimet e huaja ideologjike, fetare, kulturore, gjysore dhe për liri e barazi ekonomike. Basa Hisni ishte nga ata shqiptarë, vëtarë dhe primtarë që ishin të bindur se vetëm një popull që mendon, shkollohet, beson, lutet, flet, shkruan, lexon, krijon e këndon në gjuhën e tij, nuk rrezikohet nga ndikimet e huaja. E ruan dhe e zhvillon identitetin e tij gjysor, kulturor, shpirtëror e kombëtar. Basa Hisni me bashkëpunëtorët e tij, ashtu siç na mësonin rilindasit tonë, angazhohet që gjuha shqipe të jetë gjuha vetme e shqiptarit në ditë gëzimi e hidhrimi, në ditë lindjeje e në ditë vdekjeje, varrimi. Shqiptari që komunikon në gjuhë të huaj me bashkëkombësit e tij, nuk është të dëshirueshëm as për shoqërinë as për perëndijen. Që dha gjuhën më të bukur e më të ëmbël, vlerën më të madhe të kombit tonë, gjuhën shqipe. Këto mësime dhe këtë rrugë ndoqën edhe bitë e bija, niprit e mbesat e Basës Hisni, duke organizuar në lëvizjen kombëtare e çlirimtare, për liri e bashkim kombëtar, për ruajtjen dhe zhvillimin e identitetit tonë gjysor, kulturor e shpirtëror. Vajza e Basës Hisni, Besa, ishte bashkëveprimtarja dhe gruaja e herojit Xhemal Fetov, i cili ishte një nga drejtuesit e lëvizjes popullore të Kosovës, një nga drejtuesit e fondit çlirimtar Vendin Gjafrat dhe një nga drejtuesit e luftëtarët e shquar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilin kombë shqiptare kujton dhe do ta kujtojë nderoj përgjithmonë si një nga bytë më të devotshëm të tij. Advetar, veprimtar e luftëtar për çlirimin dhe bashkimin e kombës shqiptare të Shqipërisë, për shkollim, për parim dhe për gjuhë shqipe, do të kujtohet e nderohet Bes Basbrezi, Basa Hisni Ismail Morina. Lam të mirë Basa Hisni, pushoj qetë në tokën tënde arborë. Një jetë dhe të na kthej në kujtime. Ne, familja Morina, ju falenderojmë nga zemrat që jeni këtu, pra nesh në Lam të mirë në fundit e babaj ton, gjyshet, bashkëshortit, vjerët. Njeriu ton të dashur, shtyllë e heshtur, po e pathyeshme e jetës sonë. Ai ishte njeri i fjalës së matur, i punës së ndershme, i dashurisë pa zhurmë. Ishte njeri që nuk kërkoi asgjë, por dha gjithçka. Për familjen, për të afërmit, për vendin. Ai nuk fliste për sakrificën, se jeta e tij ishte sakrificë e vazhdueshme për të mirën. Në la kujtimet e bukura, për mbi të gjitha në la shembullin. Shembullin e prindrit që nuk lodhet, të burrit që nuk lëkundet, të njeriut që nuk kërkon lavdi, por le pas dinjitet. Para se të them Lam të mirë, dua të t'i them disa fjalë bab. Jeta me ty ka qenë një jetë pa mungesa. Jo vetëm se ti na plotësove çdo dëshirë, por edhe pse ti bashkë me nënën e edukove të gjithë pasardhësit e tu me jetu pa kursy. Pa kursy kohë, pa kursy mundim, pa kursy dashuri. Na mësove se jeta don familje, don miqësi, don dashuri, se jeta duhet të jetohet dhe festohet. Ti na festove ditëlindjet, na dërgove në qerdhe, në shkollë dhe shëtitjet nuk mundonin me ty. Pran teje, askush nuk ishte guximin të na prish qefin. Ti ishe aty prej fillimit të jetës së secilit prej nesh, dhe na mbështete në çdo hap që vendosëm në jetë. Erdhe i pare dhe shkove i pare, bab, dhe për këtë jemi të lumtur për ty. Ti ndihmove mamet me na rrit pa bab, dhe bashkë me djemtë e tu e mbushë mungesën që ai na la. Sot të them Lam të mirë,
por edhe faleminderit në emër të nanës, fëmijëve dhe nipave të tu, faleminderit që të patëm pjesë të jetës. Të duam për gjithmonë, si gjithmonë na quhe gjelifatusha të tu. Në emër të familjes Morina, falenderojmë Këshillin Organizativ. Njëherët Komunën e Rahovecet me kryetaren Smajl Atifi, si dhe Këshillin e Fshatit Sapniq. Dhe ju miq të nderuar, prania juaj sot, këtë qëndrim i heshtur pra nesh, është shmije e vlerës që ai kishte në zemër tuaja, dhe për këtë ne jemi mirënjohës. Zoti ju shpërbleft për çdo hap, për çdo fjalë, për çdo lutje. Kujtimi i tij do të jetojë në si një zë i qetë që nuk shuhet. Dhe mirënjoha për ju do të mbetë gjithmonë. Me respekt të thellë, familja Morina. Falënderit Erza për falenderimet edhe për mirënjohjen tuaj shoqërore për shoqërinë. الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الفاتحة. Me babajn, ai shumë herët ka dalë në mërgim, por do më thënë është kujdesur për neve, na ka frymëzu për atë dashurinë, për familjen, për miqt, për shoqërinë, do më thënë nga ai kemi mësuar vetëm gjëra të mira, të bashkuar, jemi të bashkuar, do më thënë gjithmonë ka qenë një njeri i veçantë, me fjalë pak, po ka një rreth shumë të gjerë që kalon shumë kujtimet bukra, shumë fjalë për bashkim, do më thënë na ka frymëzuar gjithmonë për gjëra të bukura, për atë dheun, do më thënë si fëmijë.
Pastaj, pastaj kur jemi rritë, janë inkuadru familja ime, domethënë para lufte, me shumë herë, domethënë me kohë, në drejtim të ndihmimit, domethënë të çështjes kombëtare, pastaj deri te vazhdimi i luftës, edhe aty ka një kontribut jashtëzakonshëm, kuptohet gjithmonë pa fjalë shumë, ka qenë shumë modest, po edhe nuk ka qenë gjithmonë i heshtër, por kudo që ka qenë ai e ka ngritë zërin aq fuqishëm sa që mas lufte, domethënë ka qëndruar në heshtje për shkakun se bashorti im dhe Ndrej, babai tim, është vrarë në luftën e Kursharës, edhe babai im i ka dhënë një premtim Xhemalit, bashortit tim, që kurdo që vjen koha, domethënë edhe ti shkon e ndihmon luftën dhe lufton, unë do të kujdesem për Arjanin. Sa atëherë ka qenë Arjani, ndërsa Erza ka lindë pas rënies së Xhemalit. Domethënë e kam pas një shtyllë të fortë, po jo vetëm unë, po të gjithë ata që e njohin e kanë një mendim të tillë. Domethënë ka qenë shumë human, shumë i sinqert, shumë bujar. Domethënë nga ai kem mësuar vetëm gjëra të bukura, jo të bukura kështu vetëm për familjen, po ka qenë njëri i lidhur me familjen, me shoqërinë, me miqësinë. Nga ai nuk e mësu kur përqarje, kur anashkallime, domethënë në rend parë ka qenë çështja kombëtare. Edhe dëshira e tij që ka thënë për çështje kombëtare, diçka që kanë bërë për çështjen kombëtare na si familje dhe kemi mësuar nga baba, domethënë për neve ka qenë gjithmonë gjëja ma sublime bashkimi i trojave shqiptare, domethënë na jemi edukuar dhe kur na ka mjaftuar, nuk jemi kënaqur me pak. Nuk jemi kënaqur me pak, ka arritë dhe ka sakrifikuar shumë. Ka sakrifikuar pasuni, ka sakrifikuar kohë, ka sakrifikuar çdo gjë, domethënë kohën e tij, mas orarit punës ai gjithmonë u angazhua nëpër klube, domethënë pastaj kur para se filloi lufta kanë ndihmuar të gjithë veprimtarët, domethënë që të mlidhen ndihmat për fundin vendindja 3, që të ndihmohet lufta. Thonë shumë bashkë veprimtarë kanë ardhur në shtëpi, edhe këtu shumë ilegal kemi mbajtur në shtëpi, po edhe në Gjermani. Domethënë ajo është kujdes kur si ka mjaftu, por nuk e ka bëu vetëm vetë. Po gjithë rrethin që e ka pas tij, gjithçka ka bëu që t'i bindë dhe ata se kjo është rruga e vetme për me ndihmu, domethënë ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Dhe për ata jam shumë mirënjohës, shumë e lumtur, shumë krenare që me kohë na ka treguar cila rrugë është e drejtë. Edhe pse vitet 90 ishim pak kadente dyshim se shumica prej njerëzve e dëshiron rrugën më të thjeshtë për qëllimet e caktuara, për mi arrit qëllimet. Po për fatin e keq, edhe në Kosovë, sikur në ato pjesë të ish Jugosllavisë, nuk shiket se lufta do të arrijë, domethënë, në mënyrë paqësore, sepse në mënyrë paqësore u provu deri te momenti kur krisi pushkat e familja Jashari, të cilën jam shumë krenare që familjarët e mi e kanë ndihmuar në atë kohë, hala pa ditë kush ishte familja Jashari, na domethënë kem qëndruar pranë tyre dhe me respekt e shumë krenari. Që sot ke edhe pinjollit tyne Bekim Jasharit, që shumë ndjeve të patën të ftyra që prapë erdhen tek vendi ku po varroset babai juaj? Po, unë ndjeva shumë mirë për faktin se babai im, prej se ka përfunduar lufta, të thash, ishte një hero i heshtur, nuk i ka dashur lavdata, po më rëndësi kanë vazhdu punët. E sot pjesëmarrja e Bekimit evoluosi, evoluosi një diçka të mirë për të kaluar, domethënë që e kemi pas me flijime, me sakrifisa, me gjithë ato. Edhe si një lloj mirënjohje, edhe për mua kjo është mirënjohja më e madhe, se sa shumë mirënjohje të tjera. Edhe kjo më bëni sinqerisht më ndjej shumë mirë, për cilën e falenderoj shumë nga zemra, edhe shumë krenona se ishte sot me na nderuar, me na respektu. Lavdi për babën, nëse diçka tjetër keme shtu, me falenderu. Shumë falenderit, uroj shëndet e sukses, uroj që Kosova të bëhet sikur një kopsht me lule të bukura, e të gjithë jemi të lumtur, të gjithë jemi bashkë. Vetëm të bashkuar i arrim qëllimet. Me përqarja s'mundem me arrit kur gjë. Hala se kemi
unë mendoj se hala se kemi atë luksuzin ku munda me këqyrë se cili punë të veta. Kosova hala nuk arrit atë pikën cilën dëshmorët, herojt, që thata që kanë kontribu, kanë sakrifiku, hala nuk e kemi arrit, më thënë atë pikë. E uroj që me durime, mirë kuptime, dashuri për njërin tjetrin, për vendin, të vazhdojmë amanetin e dëshmorëve, të herojve, gjithë atyre familjarëve që kanë sakrifiku, domethënë viktima, gjithë ato që ka ndodhur në Kosovë, domethënë na jemi gjithë dëshmitarë. Në veprën e Babalukit. Që qëmi kilon djem, kilon nipa, kilon qikat, së nip, ti e ki pas jetën më të lumë të në bokët. Jena konë krenar të një jetën, që të kom një për të ri, sot kam të virën në fundet së për të jakë. Jam ditë që jam krenare të një jetën me ty. Jam tash krenare me fëmijët, me djevë, me qikat, me nipat, me mesa, me gjithë familjen. Na s'doj më mërzit për ty. Ti më kilon shumë kujtime të mira, për mos me të harroku. Asnjë herë jesë më kilon më të keqe, më të kujtor keq për ty. Faleminderit që kontributin që ke dhënë. Ditë që letë që